Kemi këtyrë sërish, si që paralajmëruam, me ne në studio kemi dhe misafirin ton të parë ndër të shëmtit të cilët do t'jem pjesë e jo në asot. Me ne është Eymen Ismaili, nxënës edhe antari i lidhjes nxënësve shqiptar. Mirë se na erdhe. Faleminderit për thirrjen. Fillimisht do të dim pak mbi ty, ku je, në shkollë të mesme je, cili vet, si shkon mësimi? Jam Eymen Ismaili, në medresen Isabeu, viti 3, mësimi më shkon mirë, besoj se do të shkoj më mirë. A është e vështirë në medrese? Pak është e vështirë se përveç mësimeve fetare kemi edhe mësimet e përgjithshme. Do të t'i keni të gjitha ato që i mësojnë në shkollë të mesme, në shkollë standardet mesme, të përgjithshëm gjimnas? Të gjitha kemi, për atë kemi pak... Po, plus i keni edhe mësimet fetare? Edhe mësimet fetare që... Dhe ti e i shkëlqyeshëm? Oke, mos qelemi në këtë tema. Mirë është ka që s'ka nevoj më shumë informacione. Jeni tani, në fakt, jam paragjykime ato të cilat vijojnë nga rreti, ndoshta se nuk është që nxënësit e medreses marrin pjesë në për aktivitete, në për gjërat e ndryshme mirë, po ti antari i nxënësve shqiptar. Si erdhi deri te ajo që të kyçesh në këtë organizatë, jo qeveritare të rinjve, ta quajmë në një fjalë? Arsyet, në fillim të tregoj arsyet, se medreseja kuptohet prej shkollat e mesme të tjera, e ka një dallim të veçantë, se është një institucion arsimor mbi 35 vjeçare. Dhe për këtë arsye ka edhe në kuadrën e tij edhe shoqatën e vet, që aty bën edhe aktivitetet e veta. Por prej vitit të kaluar, që ka hyrë në kuadrën e Ministrisë së Arsimit, besoj se pas disa vite ky problem nuk do të jetë. E unë si një nxënës që kam dëshiruar të jem aktiv në shoqërinë civile, e kam gjetë që në lidhjen e nxënësve shqiptar të jem antar dhe jam i kënaqur. Dhe si e cëmpun aty? Je i kënaqur? Jam i kënaqur shumë tepër. Ke edhe normal, ke njoftuar edhe shoqëritë e ri, njerëz të re, edhe të gjitha, besoj se më mirë do të bëhet. Ndërsa sa bëjmë pjesë nxënësit e medresisë në aktivitetet që lidhja e nxënësve shqiptar organizon? Tek lidhja e nxënësve shqiptar kemi një grup nxënës që bëjnë aktivitete, por kemi edhe më shumë prej qyteteve tjera që dëshirojnë të bëjnë. Dhe kjo është shumë e mirë sepse përveç mësimit, përveç asaj primare që e kemi në shkollë, edhe në vjen një aktivitet sekondare për nxënësit, që është më tërheqëse dhe më përgatitje më e lartë për jetën e ardhshme, edhe për gjithë njerëzit. Po gjithmonë njohjet e bëjnë ato të vetën në 7 marsi është nesër, ndërsa jo si lidhje nxënësve shqiptar keni organizuar diçka. Unë nuk do të zbuloj detajet, do të ta lej nderin ty të na tregosh gjithçka mbi këtë organizim. Ne nesër e bëjmë organizimin e 7 marsit, që do të jetë në Davut Pash ora 6:30, që kemi qëllim të tregojmë vlerën e saj, mos humbjen e saj tek shqiptarët, se bile edhe titull e kemi titulluar me alfabeti qelës i ardhmërisë, që e kemi lidhë alfabetin me mësonjëtorin e parë, hapjen e mësonjëtorit të parë të Korçës, që ato janë prej gjërave bazore që e mban një popull të gjallë në këmbë. Dhe dëshirojmë që të kemi sukses në të. Dhe 7 marsi çka do me thamë për juve personalisht dhe për të gjitha ata të lidhjes nxënësve shqiptar që jeni pjesë e saj? Për mua 7 marsi është një herë sakrificë, pastaj vlera më e madhe. Sepse Hoto Koxhi, Petronini Luarasi, Pandeli Sotiri që e formuan mësonjëtërën e parë që ishin pionierë të arsimit shqip, mos të ishin ato edhe ne, sot shqiptarët, do të ishim ndryshe. Nuk do të keshim këtë që e kemi, apo këtë pasurit madhe. Po. Të doja të ndalem pak me ty edhe në një temë tjetër, duke qenë se nxënës i shkollës së mesme. Si është raporti nxënës profesor dhe sa duke qenë se është edhe dita e arsimtarëve tanë, sa nxënësit janë të drejtë me profesorët e tyre dhe sa e vlerësojnë fjalët që ato e thojnë? Unë mendoj se 99% e nxënësve nuk e respektojnë, se kemi një problem që si popull, jo që kemi humbu edukatën, po nxënës që edhe unë që jam nxënës, nuk e respektojmë atë sa duhet profesorin. Mësuesin tonë, që kujdeset për ne në mëson neve, na jep shumë gjëra të reja për jetën e ardhshme, por nuk po mundemi ta balancojmë. Nuk mundeni ta paguani sa duhet ato që ata japin, mundin që profesorët e japin. Je optimist që ndoshta mund të ndryshon kjo gjë? Besoj se po.
jo së shpejti, por me lidhjen e nxënësve shqiptar, Me lidhjen e besoj se do të tregojmë një student i cili është edhe në shkollë i fuqishëm, edhe në shoqërinë civile i fuqishëm, po edhe me edukat i lartë. Me nxënës se ju patjetër që do të kenë ndryshime. Dhe të gjithë ata ndoshta moshatarët tuaj që janë duke na ndjekur dhe e shohin se sa aktiv je dhe se sa të rinj si ti në linjën nxënësve shqiptar ka që janë nxënës të edukuart, me kulturë të lartë dhe me gjithë shka që duhet në vend, besoj që do të jesh ti dhe shumë të tjerë që kanë qenë këtu pjesë e jona, inspirim dhe motivim për ata. Na trego pak sa rinia moshatarët e vlerësojnë këtë datën e 7 marsit, sa duhet dhe sa kanë informacionet të sakta mbi atë se pse festohet 7 marsi, apo pse është si ditë që duhet shënuar? E falenderoj njerë ministrinë se i ka bë këtë fest, mos të ishte nuk të kishim ditur as pak as njëri, por për këtë ditë duhet me të vërtet të jemi në vetëdije shumë të lartë, edhe çdo student, çdo nxënës duhet të di vlerën e kësaj dite, sepse është mbajtja gjallë e një populli, mbajtja e themeleve të popullit, që çdo student, si të them, kur qohet prej gjumit, me pyetje duhet të di çdo gjë. Pikërisht ashtu është, ndërsa lidhja e nxënësve shqiptarë edhe njëherë do doja ta potencojmë sakt nesër, në sa ora, ku dhe kush mund të jetë pjesë e juaj atë ditë? Nesër në orat 6:30 tek Daut Pasha e kemi aktivitetin ton dhe mundet me ardhë çdo kush. Çka do të përmban kjo aktivitet? Çka do të shfaqet? Çka do të prezantohet? Do të tregojmë vlerën e 7 marsit, po ashtu do të lidhim edhe me alfabetet tona që janë formuar në bashkimit ose Stamboll, ose Kongresi Manastirit, gjitha që kanë qenë të mira për popullin, ato që na udhëzuan. Nesër ora 6:30 apo 8:30? Sot ora 6:30, në fakt. falni pa. Sot ora 6:30 tek Daut Pasha. Daut Pasha. Të gjithë ata që duan të jenë pjesë e saj dhe të shohin nga afër këtë ngjarje, jeni të mirëseardhur apo jo? Ju faleminderit. Faleminderit shumë edhe ty. Ju faleminderit. Tani dashur miq, do t'ju lejmë në shoqërimin e një këngë dhe do të rikthehemi me mysafirin tjetër që e kemi të ftuar tonë për sot.